drejtësisë, ku të gjithë qytetarët kishin besimin dhe nëse një hetim pra bëhej nga SPAK-u, të gjithë e besonin në mënyrë absolute. Tani ka ardhur momenti që edhe SPAK brenda saj ka kulisat, ka përplasjet brenda saj. Në fakt nuk e kam të konfirmuar zyrtarisht informacionin nëse Arben Kraj është kërkuar nga posti që ka brenda strukturës së posaçme. Kujtojmë që Kraja më parë ka qenë kreu i SPAK dhe më pas u pasua nga Altin Dumani. I rëndësishëm është fakti që për zgjedhjen e kreut të BKH-s, Bëros Kombëtare të Hetimit, Komisioni i vlerësimit përbëhet nga kreu i SPAK Altin Dumani, nga prokurori Arben Kraja dhe nga prokurori tjetër Behar Dibra. Pra, nëse është e vërtetë që kemi të bëjmë me një krisje të quajmë në thonjza të marrëdhënieve brenda strukturës së posaçme, pra të kreut të SPAK Altin Dumani dhe Arben Krajës, gjithmonë pa luduar dhe pa supozuar, pasi nuk kemi informacion zyrtar, vetëm ato informacion që është thënë në media dhe po e them me rezerva sërish, atëherë kemi të bëjmë vërtet me një marrëdhënie jo normale dhe me një punë jo funksionale të prokurorisë së posaçme, ku prokurorët e SPAK dhe struktura brenda saj duhet të ketë një raport të shkëlqyer me distyrë dhe një bashkëpunim të shkëlqyer në SPAK, pra institucion të jetë sa më funksional dhe në shërbim të drejtësisë së vërtetë dhe në shërbim të qytetarëve, të cilët kërkojnë drejtësi. Ajo që kam vënë re kohët e fundit është fakti që pas arrestimit të Erion Veliajt, pothuajse puna e prokurorisë së posaçme është zero dhe kemi parë më shumë operacione të zhvilluara nga SPAK, më shumë për të shitur si operacione të rëndësishme, ndërkohë në realitet kemi pasur operacione të cilat kanë qenë fllus kësaj puni dhe nuk kemi pasur arrestime të rëndësishme. Siç ishte një stepje, siç ishte operacioni i fundit me antimafjen e Barit, pash një prokurori të posaçme të dobët përballë një antimafje të Barit, e cila erdhi në vendin tonë, zhvilloi një operacion dhe nuk arrestuan asnjë nga personat e rëndësishëm të grupit kriminal i cili merr me trafikun e lëndëve narkotike të llojit kokainë dhe heroin, i cili vepronte prej vitesh në territorin italian, nuk u arrestua asnjë personazh i rëndësishëm, zero, asnjë personazh, ishte një dështim ky mega operacion i quajtur, por ajo që vura re është që SPAK ishte i pafuqishëm të jepte informacion zyrtar publikut me detaje lidhur me këtë mega operacion, pash një SPAK të friksuar, të cila nuk e bëri detyrën siç duhet. Por pash edhe një SPAK i cili ndjej i vogël para antimafjes së Barit. Igli i friksuar nga politika, i friksuar nga grupet kriminale, apo i ka duar të lidhura në këto momente edhe atë se çfarë ju perceptoni apo keni dhe burimet e informacionit? Këtë informacion nuk mund ta them, nuk më takon mua ta them, pasi nuk mund të bëjun rolin e asaj çfarë SPAK heton dhe pse nuk jep informacion zyrtar të detajuar për publikun. Ajo që vura re, unë si gazetar bëj analizën e të gjithë fakteve dhe informacioneve që jepen për një mega operacion të quajtur pra nga SPAK-u dhe autoritetet italiane. Në fakt, për herë të parë, prokuroria e posaçme sjell njoftim zyrtar, pa iniciale, pa detaje, sa masa siguria janë ekzekutuar, ishin në total 52 masa sigurie, ndërto rreth 30 ishin në vendin tonë, nuk jep informacion pra sa persona janë arrestuar, kush janë inicialet e tyre personave, është detyrim ligjor për prokurorinë e posaçme dhe për policinë e shtetit, madje policia e shtetit nuk dha fare njoftim zyrtar. Dhe 2 javë më pas u zhvillua një operacion kodi do ta quaj, pa thënë në gjuhë popullore në bashkëpunim me autoritetet finlandeze, u arrestuan disa spacciator shpërndarjes së lëndëve narkotike në Finland dhe dolën njoftim sintetike. Ishte operacion kodi. Sa më thonë që po bëjmë një operacion dhe dolën në njoftim zyrtar, me deklaratë zyrtare dhe përmenden dhe emrat e personave të arrestuar, të gjitha me detaje ndryshe nga mega operacioni i ashtu quajtur i mëparshëm, çka të bën të dyshosh. Pra, ne si publik dhe si gazetar bëjmë të analizë. Në këtë rast u dhan këto detaje, në këtë rast nuk u dha asnjë detaj. Edhe në rastin e dytë, pra të këtij operacioni me autoritetet finlandeze, prokuroria e posaçme dolën njoftim zyrtar me detaje, po ashtu dhe policia, ndërsa në rastin e parë jo. Pse nuk e bën në rastin e parë? Të përgjigjet duhet ta japin ato. Ne si qytetarë kërkojmë transparencë, drejtësi dhe SPAK-u së bashku me Policinë e Shtetit kanë detyrim ligjor të kryejnë operacionet dhe mega operacionet siç duhet, pasi sjellin te publiku perceptimin
që SPAK-u dhe policia nuk janë të pavarur dhe nuk e bën detyrën siç duhet. Do them të një fjali në këtë rast dhe të mbyll për këtë mega operacion. Për herë të parë vjen një përfaqësues antimafjes italiane në vendin tonë dhe flet për mafian shqiptare. Kujt i tregojnë mafian shqiptare? Italianët. Që vetë antimafia prokuroria italiane është drejtuar nga mafiozët italianë. Vinë në Shqipëri për një operacion kodi dhe na tregojnë një mafian shqiptare. I flet në krye i flet kryetarit, domethënë drejtuesit të SPAK-ut, institucionit më të rëndësishëm të drejtësisë, kreu antimafjes italiane, duke na treguar mafian shqiptare si mafian më të rrezikshme në Europë, po mafia italiane. Kujt i tregojnë ato mafian shqiptare? Dhe drejtuesit të prokurorisë së posaçme dhe përfaqësuesit e tjerë të prokurorisë së posaçme banin gojën kyçur dhe rrinin të stepur dhe të për ullur para kreut të antimafjes italiane. Na tregon tani antimafja italiane ne, mafjen shqiptare, ku mafja italiane është mafja më e rrezikshme ndër mafjet të rrezikshme në botë. Mafja italiane ka drejtuar qeverinë në Itali. Dhe tu pash një SPAK të pafuqishëm, thjesht sa për bërë fasadë, për bën mega operacione e tjera e tjera. Kam qenë një ndër gazetarë që nga mbështetur fuqimisht prokurorinë e posaçme, do vazhdoj ta mbështes fuqimisht SPAK-un si institucion. SPAK-un si institucion që shumë i rëndësishëm. Do ta mbështesim sepse ka bërë punë të mira, por jo aq sa duhet. Dhe që nga arrestimi i Erion Veliet dhe deri më sot kemi parë ndonjë mega operacion apo operacion të rëndësishëm. Ka shumë ministra që mund të hetohen, kanë kryer vepra penale të shpërdorimit të detyrës, të korrupsionit pa mas. Mund të kemi një lëvizje surprizë nga SPAK-u. Nuk jam kundër arrestimit të Erion Velies, patjetër të arrestohet kush ka vjedhur, po si Erion Velie kanë vjedhur të gjithë, pa përjashtim. E dim shumë mirë, o futet të gjithë, o mund të ketë një aksion tjetër nga SPAK për të goditur emra, apo duke qenë se ka disa dosje që janë fund të hetimeve, Kam frikë, mund të ketë, nga disa hetime që kanë bërë, por ato din vetëm prokurorët e SPAK, nuk mund të bëjë dot parashikime, sepse shoh kolegët e mi gazetarë që dalin filan javë do arrestohet filan, asgjë nuk din, ja fusin kot. Ato din vetëm prokurorët e SPAK-ut, ato i kanë dosjet, hetimet e gjitha dhe ato hetuesit e BKH-s, që po bëhet kjo gara shumë e nxehtë për drejtuesin e BKH-s, dhe këtu po e kuptoj që SPAK-u nuk është institucion aq i pavarur sa duhet. Pra, po bëhet një garë faras. Unë kam qenë një ndër ato gazetarë që kam kritikuar garën për krijen e policisë shtetit, i cili ishte paracaktuar. Ishte paracaktuar që do zgjidhej Ilir Proda. Po, e kemi diskutuar bashkë fakt të temë dhe kështu ka qenë. Më mirë mos bëj garë fare, paracakto një drejtues. Më thuaj çfarë po ndodh konkretisht në BK. Në rastin konkret po bëhet një garë fars, nuk është garë. Pse thoni nuk është garë? Janë 13 kandidatë. Madje ditën e sotme ka përfunduar dhe afati i fundit i plotësimit të dokumentacionit. Mund na i thoni kandidatët dhe për opinionin publik nëse e keni kandidatët, se cilat janë. Kandidati i parë është Joni Keta, është numri aktual i dytë aktualisht në Byroun Kombëtar të Zvendës, drejtuesi i Byros Kombëtar të i cili do të jetë dhe fituesi. Po e them sot, ky do jetë. Po më e thuaj kaq shpejt se na largohen teleshikuesit, vonohet çik. Ky do jetë fituesi. Se e themi pak më vonë. Mendoj që ky do jetë fituesi, kudo përflitet që do jetë fitues, sepse duke marrë analizën e kandidatëve të tjerë. I marr një Elton Korluku, hetues financiar në BKH, ish shef i sektorit kibernetik në Ministrinë e Brendshme, kandidat jo potencial për të fituar, Ledis Nano, ish drejtori i përgjithshëm i policisë, një kandidat një emër të mirë dhe ka lënë një edhe profesionalisht treguar shumë lart. Faktorin ndërkombëtar, por ai që kuptojnë që faktorin ndërkombëtar amerikanët as nuk po interesohen fare për këtë garën për Byroun Kombëtar të Hetimit. Nuk po interesohen. Fare. Rasti i vetëm kur janë interesuar ka qenë zgjedhja e kreut të SPAK Altin Dumanit, të cilën qeveria, pra mazhoranca, nuk donte që të zgjidhej Dumani, donte që të zgjidhej Edvin Kondili në atë kohë. Kam qenë vetë i pranishëm në sallën ku Këshilli i Lartë i Prokurorisë KLP-ja zhvilloi garën për zgjedhjen e kreut të SPAK, ka ardhur në pjesën ku po jepnin pra platformën e tyre, po shpalos platformën e tyre kandidatët asaj kohe, Altin Dumani, Edvin Kondili, Adnan Xholi e tjerë. Erdhi ish ambasadori Yuri Kim dhe në momentin që u fut ambasadori Yuri Kim në sallën ku po zhvillohej pra mbledhje dhe konkursi për zgjedhjen e kreut të SPAK-ut, i iku fytyra të gjithëve atyre së KLP-s. Patjetër. Kam qenë vetë i pranishëm dhe kur u zgjodhi Altin Dumani, disa prej tyre e ngritën dorën gjysmë sepse kishin frikë që mos zgjidh si mamarin. Domethënë urdhrin e kishin nga mazhoranca të zgjidhej filan person, ndërsa